Vazhdon të mbetet në fuqi ndalesa për përdorimin e ujit të pishëm në Gostivar. Ministri i Punëve të Brendshme Pançe Toshkovski bëri të ditur se uji nga rrjeti i ujësjellësit mund të përdoret vetëm për nevoja teknike dhe nuk guxon të përdoret për pije apo për përgatitje të ushqimit. Sipas Toshkovskit, qytetarët e Gostivarit ujin mund ta përdorin vetëm për pastrim, larje dhe të gjitha nevojat e tjera shtëpiake, por jo edhe për pije apo për të përgatitur ushqimin. Të gjitha masat, siç njoftoi Toshkovski në vijim për çështjen e ujit, do të merren në koordinim me komunën dhe autoritetet lokale. Jemi në koordinim me komunën për të gjitha masat që duhet të ndërmerren në vijim. Dua të shpreh personalisht mirënjohjen time së pari ndaj qytetarëve të Gostivarit për mirëkuptimin e tyre e më pas edhe ndaj të gjithë ekspertëve që ndihmuan të arrijmë në këtë fazë, ku uji mund të përdoret për nevoja teknike. Shpresoj që të gjithë përgjegjësit në kuadër të komunave të marrin në këtë si një mësim dhe të veprojnë me profesionalizëm maksimal, veçanërisht sa i përket së ujit, sepse me shëndetin e qytetarëve nuk ka vend për lojra. Autoritetet u bëjnë apel qytetarëve të Gostivarit të vazhdojnë të përdorin ujë të ambalazhuar për pije, ndërsa Toshkovski theksoi se institucionet do të vazhdojnë pa ndërprerje furnizimin e popullit me ujë të ambalazhuar. Mes tjerash, Toshkovski u përgjigj edhe për faktin se pse në këtë aksion në Gostivar nuk është kyçur edhe ushtria. Sipas Toshkovskit, nëse të gjitha institucionet veprojnë në bazë të kompetencave ligjore që i kanë, nuk do të kishim probleme të këtij lloji. Në kushte paqe, nuk është punë e Ministrisë së Mbrojtjes të sigurojë ujë për pije, kështu që të gjitha institucionet që janë përgjegjës që të kujdeset për sistemin e ujësjellësit në kuadër të komunave e ka për obligim që të veprojë në bazë të gjitha kompetencave ligjore që i takojnë sipas rregullores dhe vlerësoj se nëse të gjithë e bëjnë punën që u takon në bazë të ligjit, nuk do duhej të kemi probleme të këtij lloji që kemi sot. Autoritetet nga ana tjetër vijojnë hetimet lidhur me krizën e ujit të pishëm në Gostivar, e cila nisi me rastet e para të helmimit me 14 korrik, pas shpalljes së epidemisë më 19 korrik dhe rezultateve laboratorike që konstatuan ndotjen bakteriale të ujit. Prokuroria hapi procedurë penale ndaj disa personave përgjegjës dhe në kuadër të hetimeve është arrestuar edhe drejtoresha e ndërmarrjes përgjegjëse për furnizim me ujë.